Mirëmëngjes, ku jemi për këtu në kanalin tonë Dua Crypto dhe si gjithmonë do flasim për lojën tonë Sprinterland. Këtë herë kemi vendosur që të hapim rreth 400 pako që do i ndjekim tani së bashku. Pse kemi vendosur që të investojmë në lojën Sprinterland? Kjo për faktin sepse pakot që ne marrin janë letra NFT që kemi dhe kanë një vlerë të caktuar ku vendoset nga kërkesa që kanë njerëz të tjerë në marketplace-in e lojës që duan të blejnë. Dhe për faktin se gjatë lojës ne bëjmë disa sfida, disa turnamente që janë pjesë në lojë, ku kemi mundësi të fitojmë shumë të ardhura nga çfarë po shohim tani me të tregu që është duke qenë se është vetëm në rënje. Prandaj vendosa që më shumë të investoj këtu, kam asetet pak më të sigurta dhe kam dhe mundësi që të gjeneroj kripto gati çdo ditë, diku tek 10.000 tek që janë përafërsisht $27. Pra, ja pse kemi vendosur të futemi në lojën Sprinterland dhe të bëjmë këtë lloj investimi këtu në këtë lojë. Ju kujtoj edhe një herë që edhe ju mund të bashkoheni me ne. Linkun e keni post në description ku mund të regjistroheni te loja dhe bëni sa më shumë qef, nëse merrni pjesë në lojë, mund të më bëni post koment username që keni në lojë, pra të tillën siç e kam dhe unë dhe besoj shumë shpejt do bëjmë një giveaway ku ata që do jenë paksa dhe lojtarët më të mirë, duke qenë se më dal kemi një listë me username-et dhe që shfaqen, do shikojmë se kush është dhe do i dërgoj disa nga letrat që besoj mund t'i kem plus, nuk më duhen për momentin dhe mund ta bëj giveaway te një nga lojtarët, duke ja transferuar atyre. Transferta është në mënyrë të tillë. Thjesht më thoni emrin tuaj dhe në koment dhe do ju bëjmë giveaway shumë shpejt. Okej, pra kthehemi edhe një herë te pjesa e letrave. Tani kemi vendosur të hapim 400 pako. 400 pako janë rreth 2000 potione që na duhen që na bien letrat më të mira, pra këto që janë gold edition. Dhe le të fillojmë tani për mos ta zgjatur shumë edhe këtë video që të bëhemi paksa mërzitshëm. Pra. Okej, kemi vetëm 200 në moment. Ta fillojmë me 200 dhe të shohim se çfarë pako është të na bien. Pakot që apo letrat që unë kërkoj më shumë të mbien janë letrat Legendary Gold që kërkoj, Summoner që janë pjesa e lojtarit të parë që vendoset në lojë dhe ai duhet të jetë Gold që është versioni më i mirë dhe pjesa tjetër pastaj mjafton të jetë letra Gold ose Epic. Deri tani nuk pas kemi. Okej. Gjetëm. Kjo. Okej, versioni gold i kësaj letre është goxha i kërkuar. Tjetër është gjithmonë surprizë se çfarë letrash na bien, por që unë po hap vetëm këto që janë legendary për momentin, meqense se janë dhe më të kërkuara dhe që kanë më shumë vlerë. Është ajo që mua më intereson, të shtoj vlerën e pakove për vlerën e letrave që kam. Kjo për shkak se të marrësh pjesë në turnamente ke të bësh me lojtarë shumë të mirë, duhet të kesh dhe letra shumë të fuqishme. Okej. Pjesën tjetër po e hapim automatikisht të shohim çfarë kemi. Okej, super. Pra këto ishin 200 pako letrash. Nuk na ra ndonjë Legendary Gold, pra e tillë, por
Dhe këto që janë ok. Besoj më vonë do kenë goxha vlerë. Kemi edhe 200 pako tjera që do japim edhe këto tani, në moment. Ok, le të fillojmë. Vrape njëta letër. Besoj se një nga këto nda bëj giveaway shumë shpejt, duke qenë se po mbien shumë të tilla. Gjetëm dhe një këtu, një letër tjetër, gold, dhe këtu. 4 copë vetëm në një pikë, këtu 2. Interesante. Tre të tilla. Ok, këtu në ran 3, por nuk në ra asë një legendary gold. Shumë keq. Të mendosh që kemi harxuar diku tek $800 vetëm për hapjen e këtyre pakove. Por që prap, tu jemi për shumë kohë, kam rreth 3 vite që luaj me këtë lojë. Besoj që do vazhdoj të luaj edhe për disa vite derisa të vendos të shes të gjitha pastaj, të kaloj në një lojë tjetër. Dhe jam i kënaqur me letrat që kam dhe me pakumet e mia. Ok, pra miq, këto janë letrat që kishim sot. Hedhim një sy se çfarë kemi arritur të mbledhim. Këto janë letrat gold legendary që kemi mbledhur. Po të shohim, çmimet janë të tilla. Dhe këto janë letrat e tjera që morën dhe bashkë me ato që kishim më para, që kemi arritur të mbledhim. Besoj që do krijojmë pako vërtet shumë të fuqishme. Mirë pra miq, shifemi në episodin e radhës. Kaq ishte e gjitha për sot. Ju kujtoj që në lojën Splinterland mund të bashkoheni dhe ju. Linkun e keni post në description. Turnamentet, prandaj ishte edhe ideja ime, plani im që të investoja, janë të tilla. Pra, mjafton të marrësh pjesë, varet çfarë kundërshtari të bie, por ke mundësi që të fitosh gati çdo ditë, çdo javë. Shifemi në episodin e radhës. Ciao.